Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni në një tjetër debat zgjedhor këtu në TVM2. Fushata zgjedhore për komunën e Vrapçishtit ka hyrë në një fazë vendimtare. Në garë janë dy kandidat, Mehmet Seferi nga koalicioni Vlen dhe Isen Shabani nga Aleanca Kombëtare për Integrim, i cili është edhe kryetar aktual i kësaj komune. Qytetarët e Vrapçishtit më 19 tetor do të vendosin se kush do të udhëheqë me komunën për 4 vitet e ardhshme. Transparenca, zhvillimi ekonomik, infrastruktura dhe mirëqenia e qytetarëve janë disa nga sfidat kyçe që presin zgjidhje. Në këtë debat kemi ftuar të dy kandidatët për të paraqitur vizionin e tyre. Megjithatë, kandidati i AKI-s Isen Shabani për shkak të angazhimeve nuk ka mundur të marrë pjesë në xhirim. Përballë nesh është kandidati i koalicionit Vlen, zoti Mehmet Seferi, me të cilin do të diskutojmë për sfidat dhe zgjidhjet që ai propozon për Vrapçishtin. Zoti Seferi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në TVM2. Mirëmbrëma. Faleminderit për mundësinë. Kënaqësia është e jona, atëherë do të fillojmë me një prezantim të vizionit tuaj. Ju lutem, kisha dashur që minutat e para të bëni një prezantim për qytetarët e Vrapçishtit dhe të regoni shkurtimisht për përvojën tuaj profesionale, por edhe për motivin që ju shtyu për të kandiduar për kryetar të komunës së Vrapçishtit. Situata në komunën e Vrapçishtit mjerësisht është shumë e keqe. Motivi im që të kandidoj ishte që ta bëj projektit, ta bëj vizionin tim për zhvillim ekonomik të komunës e Vrapçishtit. Situata për momentin nuk është e favorshme për qytetarët e komunës e Vrapçishtit. Kanë mungesa me ujë të pishëm, kanë mungesa me kanalizim, kanë mungesa me çështje jetike të jetës së qytetarit. Motivi im ishte unë ta bëj ndryshimin në atë komunë dhe ta zhvilloj ekonomikisht edhe infrastrukturor një komunë e Vrapçishtit të jetë një komunë moderne me zhvillim ekonomik dhe për interesat e qytetarëve. Cili është vizioni juaj për komunën e Vrapçishtit për 4 vite të ardhshme? Si mendoni që do të duket Vrapçishti gjatë 4 viteve të ardhshme nëse ju zgjidheni kryetar komune? Nëse unë zgjidhem kryetar komune, na kemi përpulluar një plan. Kemi ekipin shumë të mirë, i kemi shkryptuar këtë problemet e komunës tonë. Na do të fokusi jonë do të jetë një rinia, ekonomia në komunën tonë, do të zhvillojmë një projekt për avancimin e ekonomik të komunës tonë. Na do të zhvillojmë një rajon ekonomik i cili do të japë shtytje ekonomisë të komunës së Vrapçishtit. Për rinin kemi plane, kemi projekte që do t'i sponsorojmë, do t'i stipendojmë nga komuna, që rinia jonë të mos tike, por do të rinë këtu edhe të zhvillohen në komunën tonë. Zoti Seferi, cilat janë 3 prioritetet kryesore që do të adresoni menjëherë pas marrjes së detyrës? Mund të na përmendi 3 projekte cilat do t'i bëni gjatë 100 ditësh të parë të mandatit? 100 ditësh e parë na do ta bëjmë të jemi komunë transparente. Që bashkëpunim me qytetarët të jenë të informuar për projektet tona. Projektet më të mëdha na kemi plan rreth rrugës autostradës që takon komunës tonë, ta zhvillojmë një zonë ekonomike që do t'i mundësohet investitorëve lokal që t'jenë prezent, bujqit, blektorët edhe të tjerë. Projekti jonë çka do të jetë se ma ndërtimin e ujësjellsave, që veç tani ka një nga sponsoruar nga qeveria, ujësjellsi në Vrapçisht, është faza e parë, veç është e kryer. Nga ana e qeverisë është përpiluar edhe plani për kanalizimin e krejt komunës tonë. Na si komunë do të mundsojmë të ndërtojmë njëherë infrastrukturën brenda komunës tonë, rrugët, do të kemi fonde për sponsorimin e bujqve, do t'i mundsojmë trajnime dhe këto tjera. Përmendet transparencën si prioritet kyç, por mund të na tregoni si do ta bëni Vrapçishtin një komunë më të hapur dhe më transparente për qytetarët? Kemi plan të formojmë një administratë më efikase në komunë, e cila do të jetë në shërbim qytetarëve. Transparenca është e obligueshme. Na do të jemi
prezent në çdo ndërtim të projektit ose planifikimit do t'i kemi prezent qytetarët. Mbledhjet e këshillit do t'jenë transparente dhe do t'i transmetojmë publike, që qytetarët t'i shohin ku argjohen mjetet e atyre që paguajnë në komunë. Na planifikojmë që në bashkëpunim me bashkësitë lokale, për çdo projekt që do të marrim të jenë prezent, të ballafaqojmë qytetarët, debatojmë me qytetarët edhe bashkëpunim me ato të jemi edhe na më transparent edhe ato të dinë që na japin llogari dhënie qytetarëve tanë. Mirë, në minutat në vazhdim do të kisha dashur të flasim për projekte konkrete në infrastrukturë e kështu me radhë. Zoti Seferi shumë zona në komunën e Vrapçishtit, njëjtë sikur në çdo komunë rurale në Maqedoninë e Veriut, probleme kryesore përballen me probleme infrastrukturore si rrugë të amortizuara, mungesë e ndriçimit publik. Si do të adresoni këto probleme? Na planifikojmë që këto rrugët lokale që janë në komunën tonë t'i modernizojmë. Rrugët të amortizuara që kanë t'i ndërtojmë, ujësjellsa t'i ndërtojmë, kanalizimet t'i ndërtojmë. Ndriçimi publik t'jese i modernizuar, rrugët t'jenë më të moderna, më europiane, jo veç të rëdojmë si tani që kanë në këtë situatë. Na mendojmë që t'i pastrojmë lumejt, t'i pastrojmë tokat tona, ku janë, se kemi deponi tegra shumë, kemi qenë enda cakt, por është puna që do t'jemi një ekip që do t'a menaxhojmë edhe do t'punojmë për... Do të flasim për mjedisin jetësor në vazhdim, vetëm këtu te infrastruktura, tha që do t'i amortizoni gjitha, që do t'i rekonstruoni gjitha rrugët, por si do t'a bëni këtë? A keni ndonjë plan qartë buxhetor që qytetarët e Vrapçishtit të besojnë se ju me të vërtetë do e bëni këtë dhe nuk do të jetë vetëm si premtim zgjedhur? Na, sipas informatave që kemi që janë publike, shumë në komunën tonë aktualisht argjohen shumë para pa mbulesë, argjohen për reprezentacione, janë njerëz punësuar që nuk janë këtu, marrin rroga. Na që ato financa do t'i drejtojmë në ndërtimin e rrugëve. Nuk do të kemi na kështu veprime si tash kryetaria aktual që i manipulon me finansat, i dedikon tjetër kund, projekti është për shembull në për një rrugic i dedikon tjetër kund, edhe kemi shumë probleme me menaxhimin e parave publike të komunës tonë. Për shembull janë dedikuar deri 20.000 edhe sa euro veç për reprezentacione në vit, që ato para na nuk do t'i argjojmë për reprezentacione ose diçka tjetër, por do t'i dedikojmë për ndërtimin e rrugëve dhe do të kemi buxhetin. A është i mjaftueshëm buxheti i komunës për t'i bërë këto projekte? Komuna ka borxhe, është shumë, po është mjaftueshëm. Aty duhet një menaxher i mirë, një ekip i mirë që do t'i menaxhojë mirë punë. Se deri tash na si pas një menaxher të mirë, personi kryetari aktual, për shembull vjen punë kur i kujtohet, nuk ka orar të punës, edhe nuk i menaxhon. Na tash në Vrapçisht kemi pas fshatin në Vrapçisht 3 muaj ujë, pishëm, ujë s'ka pas. Ajo menaxhohet shumë mirë, se ujë ka, po nuk menaxhohet si ti reduktohet, si të bëjë, kupton? Se dhe sa më kuptoni se është menaxheri dobët, edhe nuk ka ide për zhvillim. Na vim me ideja të qarta për zhvillimin e komunës së Vrapçishtit. Sigurisht do të kishim dashur që ky debat të bëhet në mes jush dhe unë kam dhëna publike klientit shtetëror për revizion, po tash masi nuk është kundër kandidatit këtu, do ta shfrytëzoj rastin në një herë tjetër. E lut qytetarët të Vrapçishtit le ta shohin klientin shtetëror për revizion komunën tonë, çfarë gjendje është. S'ka pikë që nuk është e fundit që në fund të kretë statistikave. Në vazhdim do të flasim për menaxhimin e mbetorinave dhe shërbimeve të ujësjellësit. Ju zoti Seferi, si do të përmirësoni menaxhimin e mbetorinave dhe shërbimet e ujësjellësit në fshatra që kanë mangësi? E dim që në shumë fshatra të komunës së Vrapçishtit menaxhimi me mbetorinat është një problematik si në fshatin Dobërdoll, po ashtu edhe në fshatra tjera. Te na prapë të kthehemi në atë nuk është menaxhuar mirë. Ndërmarrja publike, shka është në për pastrimin e ndërtimin e rrugëve dhe
pastrimin e rrugëve, nuk menaxhohet mirë, ka pas një ekip mirë atje, po nuk janë tani nuk finansohet nga komuna. Na me ardhjen tonë do ta forcojmë ndërmarrje. Për pastrimin e rrugëve do ta japim ndërmarrjes, nuk do të shpallim për shembull tender ose dikush, por do të mundsojmë ndërmarrje aty, se është 30.000 euro në vit jepet për pastrimin e rrugëve, as kemi pas që 3-4 vjet borë, dina edhe me liç është 30% kur s'ka borë, po nga komuna është paguar 100%, që ato janë argjime që ka nevojë komuna mos t'i bënë që të investohet në ndërtimin e rrugëve, infrastrukturës edhe tjetër. Për ujësjesin? Për ujësjesin tash qeveria ka projektin në fshatin Vrapshish, një fazë e parë, nuk do të kemi problem, besoj, nëse kryet në 3 faza dhe në afat, nuk do të kemi problem me ujë, do ta menaxhojmë mirë, do t'i ndërtojmë ku ka ato gjypa azbesti, do t'i ndërtojmë krejt, se ende sot në përfshatrat komunës që ka gjypa të azbestit, ato do t'i ndërtojmë edhe do t'i planifikojmë t'i bëjmë me orë matëse, po do të shohim atë tjerë. Se njerë na zdim komunë kur zvim çka kemi probleme, sa kemi borxhe, sa kemi mund të ballafaqohemi me problem të madh, me borxhet, me kredit, është marrë kredit për bankës botërore, do vërdoll të ndërtohet filtr stacioni, nuk është ndërtu, paguhet kredia. Kemi shumë. Edhe këtë do që ta ceki marrëdhjen tonë, do t'i bëjmë rividim krejt marrëveshjeve nga ana e kryetarit aktuale dhe kësaj administrate, se kemi ankesa shumë për popullatës për shitjen e pronave shtetërore. Është shit në mënyrë jo ligjore, jo transparente, edhe na s'kemi benefit komunion në zhvillim ekonomik për asaj që janë shit ato toka, se ato duhet planifikoj zhvillim ekonomik, kemi benefit me punësime, me investime, me ardhjen e fabrikave. Janë shitur tokat jo veç Vrapshish, po edhe Dobërdoll, Negotin, Sanakoz, Gradec e krejt. Tani kemi problem për shembull në fshatin Negotin, janë shitur toka, mas ka pronë shtetërore në fshatin Negotin, është shitur pa transparent, zdim kush çka ka bë, po me ardhjen tonë do t'i revidojmë krejt, edhe me pas mundësi ligjore, nëse është jo transparent në mënyrë jo ligjore, do të mundohemi t'i kthejmë ato toka në pronë të komunës. Po sa i përket zhvillimit ekonomik, çfarë hapa do të ndërmerrni për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe për të krijuar mundësi punësimi për të rinj? Shif, na kemi një plan të ndërtojmë atë infrastrukturën që tërhekim investitorë, si në brendshëm edhe jashtë. Ka potencial në komunën e Vrapshishit, ka fushat mira, ka malet mirat që mund të zhvillojmë edhe turizmin malor, po na kemi bërë një plan të qelim do rrugë që të lidhemi me Parkun Nacional Sharit, që edhe natë jemi në ato pika lëvizse vinë turistat e na, që të vizitojnë monumentet që kemi edhe pasurit natyrore. A për këto, na si komunë do të investojmë në infrastrukturë, do të japim mundësi biznesmenave lokal, vendor edhe të jashtëm të vinë të investojnë, po na do të mundsojmë bazat që të kenë të kryme, po masane besoj që investitorët do të jenë të kënaqur, do mund të vinë edhe të investojnë në komunën tonë, ku do të qelen edhe vende pune edhe krejt. Mirë, vazhdim, kisha dashur të flasim për arsimin, zoti Seferi, cilat janë planet tuaja për mbështetjen e shkollave dhe arsimin lokal? Na kemi bërë një plan për shkollat. Me ardhjen tonë, sigurisht, do t'jap njerë hapësirë drejtorave aktual, ta prezentojnë planin zhvillimor. Do të kemi ma shumë kandidat për një shkollë për drejtor. Do t'i shohim ato prezentojnë planet e veta, masanej kush është më i miri, ati do t'japim arsim. Na kemi ndërmjet t'i suportojmë arsimin me trajnime, me kurse për kompjutera, me kurse për lëndë kryesor, si mbas nevojës, çdo fshati do t'i afrojmë na ndihmë si komunë për zhvillimin e arsimit. Sa i përket shëndetësisë, si do të përmirësoni shërbimet shëndetësore dhe qasjen e barabartë në kujdesin shëndetësor për qytetarët? Na planifikojmë bashkëpunim me Ministrinë e
shëndetësisë të qelet një emergencë urgjente në komunën tonë, dhe tash është fakt se na kanë mbetur shumë pleq vetë që janë familjarët e tyre jashtë, punojnë se na si komunë do ta suportojmë çdo familje ku ka pleq që janë vetëm, do t'i mundsojmë të çelim një zyre që i mund të komunikojnë edhe t'i dalim në shërbim atyre. Zoti Seferi, po çfarë masash do të ndërmerrni për ruajtjen e mjedisit dhe për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe ujrave në komunën e Vrapçishtit? Na njerë planifikojmë t'i pastrojmë lumet e që janë në komunën e Vrapçishtit, se ka shumë beturina, ishin në gjendje katastrofike. Plus, çdo fshat kemi ka më shumë se ka 10 deponi tegra, kush mbrin atje hudh beturina, nuk ka kontroll, nuk ka kurrë. Na ato mendojmë ti marrim më seriozisht, se shëndeti është primare, edhe fëmijët tonë, unë sikur jam më i ri që atje kemi dalë, kemi luajtur futboll, tash ato janë bërë krejt deponi tegra. Ato do t'i pastrojmë, do të angazhojmë bashkinë lokale, i cili do të jetë i paguar pi komunës, të ruaj, t'i incizoj, t'i evidentoj kush i hedh dhe t'i dënojmë ato që i hedhin. Duhet të them që do ta marrim shumë seriozisht këtë punë, edhe të kese ekipat prej bashkisë lokale bashkëpunim me administratën e komunës, që do të kenë dënime të larta për personat që do t'i udhin veturinat. Edhe ato do të pastrojnë, do t'i shqyrtojmë se na kemi afër në komunën e Gustivarit të Rusina, do të ndërmarrim një plan, jemi ta bëjmë pak më efikase këtë mbrojtjen e ambientit edhe dalimin e edhjeve edhe të veturinave nga fshatrat, nga komuna tjera në komunën tonë. Mirë, atëherë në vazhdim do të kisha dashur të flasim për bllokun e tretë të këtij debati, për pjesëmarrjen qytetare, teknologjinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Zoti Severi, ne në fillim biseduam për transparencën, por si do të sigurohemi që vendimet e administratës të jenë transparente dhe të llogaridhënshme? Shqipna krejt çka do të punojmë në komunën, do të japim raporte, 3 mujore ose mujore, që qytetarët ta dinë me çka punojmë na. Transparenca do të thonë që do të jenë qasje, mund të vinë ose do të bëjmë një digitalizim që të kenë qasje digitale për punën tonë, për çdo projekt, për çdo argjim, na do të japim llogaridhënie. Atë edhe jap fjalën në atë aspekt do të jemi shumë transparent edhe llogaridhënës ndaj qytetarëve ku shkojnë paratë e tyre. Pjesëmarrja aktive e qytetarëve në proceset e komunës është një trend i cili ndodh në komunat në perëndim dhe në shtetet e zhvilluara, por jo dhe në Maqedoninë e Veriut. Ju çfarë do të bëni për të inkurajuar qytetarët të marrin pjesë aktivisht në vendimmarrje? Ne jemi dëshmitar që në çdo komunë vendimet miren nga një persona ose nga persona të afërt me kryetarin e komunës, po a do të bëni diçka ndryshe për t'i inkurajuar qytetarët që të marrin pjesë aktive në vendimmarrje, për t'i çuar përpara problemet të cilat i kanë ato? Ky kryetari aktual bashkë me ekipin e vet e ka sjellë në atë situatë komunën që njerëzit as nuk kalojnë afër komunës, kupton? Ashtu është koncentru forcat deri te kryetari, që qytetarët nuk kanë qasje çka ndodh, si ndodh, edhe nuk kanë informata. Po, edhe më herët në komunën tonë kishte shumë organizata jo qeveritare, po këto 8 vjet e fundit më duket se krejt janë shujt, s'ka asnjë aktivitet. Kjo situatë e bie që kryetari aktuale ka bru çashtu situatën që qytetarët sun afrohen edhe sun marrin informata. Unë jap fjalën që me administratën e re, unë si kryetar dhe ekipi jon, do t'i suportojmë organizatat qytetare, jo qeveritare, në interes të atyre dhe komunës tonë, do t'i përkrajmë në çdo projekt ato që kanë për zhvillimin e kulturës, zhvillimin e rinis, projekte për rini, na do t'jemi mbas atyre. Do t'i përkrajmë me financa ose me ideja, me diçka tjetër.
Mirë, do të kisha dashur të flasim edhe për turizmin dhe trashëgiminë kulturore, ju edhe paraprakisht përmendet diçka për turizme. Ne e dimë që komuna e Vrapçishtit ka një pozicion të mirë gjeografik, është pranë malit Sharë. Si do të promovoni turizmin dhe trashëgiminë kulturore për zhvillim ekonomik dhe ruajtjen e identitetit lokal? Dhe na kemi ma shumë lokalitete kulturore që janë haru. Na si komunë do t'i suportojmë edhe do t'i aktualizojmë ato lokalitetet me si pastrimin atyre, apo t'kenë njëri qytetar të qasje ku janë, si janë, edhe t'i vizitojnë. Na kemi malin Sharë, që mund në është një përparësi e madhe që një turizmi malor të zhvilloj shumë, po na do të mundojmë t'i qelim do rrugi, jemi tash në plan e kemi, po pasi ta marrim komunën do të qelim rrugë të prej fshatrat malore që do të lidhin me shteget e Parkut Nacional Sharë, që edhe natë jemi të kyqemi në ato shtege, që njerëzit mund të ecin, mund të vizitojnë monumentet edhe besoj që aty do të kemi sukses të mirë që të avancojmë turizmin rural e malor në komunën tonë. Çfarë hapash do të ndërmendni për digitalizimin e shërbimeve komunale dhe për të lehtësuar qasjen e qytetarëve në informata, në gjithë shka që intereson? Na planifikojmë që ta digitalizojmë edhe një administratën në komunën. Tash për momentin administrata nuk është shumë efikase, po do të kemi një administratë besoj që shumë ma aftë, shumë ma punëtor, edhe të digitalizojmë krejt që kytetarët me një vend t'i marrin informatat, dokumentat, jo të enden në për fshatra ku janë një fshat, është një institucion tjetër në fshat tjetër, edhe veç enden kytetarët edhe sunë sosin punë. Këtu jap fjallën edhe unë, edhe ekipi im, që na do t'jemi shumë efikas, do t'kemi një administrat efikase që do t'jesë në shërbim kytetarëve, për çdo send që kanë nevojë. Por si do të siguroheni që zhvillimi i komunës t'jeti i qëndrueshëm? Na do të bëjmë do plane afat shkurtë edhe afat gjata. Për shembull, për të zhvillu komuna sigurisht kemi nevojë edhe ndihmën e pushtetit qendror. Na projektet që do t'i kemi, do të aplikojmë edhe pushtetit qendror. Besoj që do të na kalojnë, do të jenë projekte për zhvillim, do të jenë projekte për nevojën e qytetarëve. E besojmë bashkëpunim me pushtetin qendror do t'i kalojmë do projekte në interes të qytetarëve të Vrapçishtit. Mirë, zoti Seferi, për në fund, pse qytetarët duhet të votojnë juve me 19 tetor? Qytetarëve t'japin vetë le të vendosin. Kisha dëshirë le të na i shohin planet, le të na i shohin ideet, le të na i shohin projekte që kemi. E din 2 mandate kryetari aktual është treguaja, është jaftë apo jo jaftë. Po është koha për unë mendoj që është koha për ndryshim, që na të bëhemi një komunë, një nivel pak më lart, mos jemi në këtë situatë mjerueshme, të vazhdojmë ende të jemi në këtë situatë. Po besoj që me vlen, ja vlen. Atëherë, ju faleminderit që ishit pjesë e debateve zgjedhore në TVMD. Faleminderit për mundësinë që dha. Faleminderit. Është kënaqësi. Shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë me këtë debat zgjedhor për komunën e Vrapçishtit. Më lejoni që edhe një herë t'ju rikujtoj se për këtë debat zgjedhor kishim të ftuar edhe kandidatin e AKI-s Isen Shabani, por i njëjti për arsye të tij të fushatës nuk ka mundur të merr pjesë. Ju falenderoj që ishit me ne në këto minuta dhe natën e mirë.